Atëherë unë jam Zana Hoxha, si që kam edhe emrin e artit që quhet Qilima Tradicional Zana Hoxha. Unë jam nga Elbasani, e cila punoj dhe promovoj qilima tradicional të Shqipërisë. Nuk punoj dhe qilima modern, po më konkretisht punoj qilima tradicional. Unë këtë zanat e kam të trashëguar nga familja ime, nga gjyshja, nga mami, nga gjithë familjarët e mi, kemi qenë një familje lesh punuese. Unë kam rreth 30 vjet që punoj pa u shkëputur në këtë zanat, që jam përkushtuar dhe prodhuar të qilima. To janë të gjithë motive shqiptare. Ky për shembull është motivi krujës. Motivet e krujës. Ky motivi është motivi Kosovës. Ky lloj motivi. Është modeli, se kanë emrat, modeli Kavajës. Edhe ky është një model. Kurse ky quhet model rrush. Ky përfaqëson me fjalë ambientin, natyrën, ka të gjitha brenda.